edhe një mandat. Urdhëro. Faleminderit zoti Sadiku, përshëndetje për gjithë kandidat për qytetarët tonë në Kamenic. Është shumë e rastishme ta theksojmë që qysh dje ka fillu fushata për ndërgjegjësimin për kancerin e gjirit, ku deri më tani në qendrën kryesore të mjekësisë familjare janë mbi 1400 kontrolla nga mamografia ato që ekziston dhe inkurajojmë të gjithë gratë që të bëjmë vizita të rregullta në mënyrë që diagnostifikimi i hershëm është shpëtim i çdo jete të tyre. Pse duhet na votojnë qytetarët tonë është për shkak që kemi rezultate konkrete të prekshme, të cilat i njohin shumë mirë qytetarët tonë. E dyta është që para qytetarëve dalim me një platformë politike të shkruar mbi të cilën qytetarët tonë mund të na mbajnë përgjegjës, sepse diskutimet në studio e në takime mund të harrohen, mund të ndryshohen, pra jemi subjekti vetëm lokal që në Dardan që kemi një platformë politike sikurse para 4 viteve dhe tash që ndahet në 6 shtylla, ku shtylla parë del të jetë prap arsimi, me gjithë punën tonë të madhe në arsim, prap ka nevojë për të trajtuar edhe me tutje, po fillimisht kisha dashur me nda 3 projekte kryesore për qytetin, që ka të bëjë me rikonstruktimin, rindërtimin, zgjerimin e rrugës në lagjen Malësia nga varrezat e dëshmorëve deri tek ura qytetit dhe nga rruga Kopernicës deri tek ura qytetit. Do të trajtohen të gjitha urat atmosferike, urat fekale, do të ketë trotuar, ndriçim dhe të gjitha kablot elektrike dhe të internetit do të jenë në tokë, njëjtë siç kemi bërë në qendër të qytetit në rrugën Syl Zarbinca, do të veprojmë edhe në lagjen Malësia. Gjithashtu nga bulevardi i qytetit do të fillojë ndërtimi i rrugës me 4 kursi deri në kyçet e autostradës. Këto 2 projekte do të kërkojmë mbështetje nga qeveria, sepse janë projekte të mëdha, ndërsa Baqja në qendër të qytetit do të jetë një nga masterplanet më të detajuara ku gjithë qytetarët tonë do të kenë mundësi ta shijojnë një atraksion të veçantë. Prandaj arsimi, le të kthehemi te shtylla ynë e parë. Komuna Kamenic është komuna vetme në Kosovë që ofron ushqim të shëndetshëm në qerdhe publike. Këtë politikë do ta zgjerojmë në shkollat fillore dhe të mesme. Më pas do të jetë i mundur mësimi gjithditor, sepse kuzhina popullore tashmë ka përfundu. Nga kuzhina popullore do të furnizohen të gjitha shkollat me këtë ushqim. Do të ketë kontrolla të rregullta sistematike, siç kemi bërë rëndom, po kësaj here çdo fëmijë që identifikohet me probleme dentare ose optike, komuna do t'i marrë përsipër bulimin e këtyre shpenzimeve. Do të ketë tabela të mençura në shkollat e mesme dhe pako matura do të zgjerohet edhe me tutje për mbështetje të maturantëve dhe studentëve. Në ofrimin e shëndetësisë, në politikat e reja do të kemi 4 shërbime të reja, ajo e fizioterapeutit, logopedit, punëtorit social dhe psikologut, ndërsa do të vazhdoj renovimi i qative dhe termoizolimi i mureve, ndrimi i dyrëve delitarëve në qytet në ndërtesa publike, shumë shpejt edhe zhvillim ekonomik, do ndojmë nga 100.000 euro mbështetje për bizneset dhe do të trajtojmë çështje komunale. Asaj i kthehemi në veçanti. Tani